ato individ, ato biznese të cilët shkelin ligjin dhe janë të prirur të bëjnë gjëra në dëm të interesit të madh publik dhe qytetarit, sigurisht ato do të duhen patjetër të kontrollohen dhe të ndeshkohen sipas ligjit. Skadenca. Nëse sot ka njerëz të cilët tentojnë apo biznese të cilët tentojnë që në fund të periudhës së skadencës së produkteve të tyre që kanë në supermarketet e tyre, dhe të cilët nuk janë shitur dhe që rëndon do shpeshherë dhe është diçka e provuar që tentojnë të krijojnë momente ose pika të caktuara që të ndrojnë etiketat apo të bëjnë gjëra të tjera. Dhe duhet të jeni shumë të vëmendshëm që çdo element abuziv ta parandaloni, sepse nëse nuk parandalohet, ajo pasaj do të vinë në tavolinat tona si ushqim të gjithë qytetarët dhe dëmi është i pallëgërishëm.